Për shkak të nevojës së punimeve për largimin e shtresave të asfaltit, përkohësisht është ndërprerë qarkullimi në rrugën në dalje të Gjilanit në drejtim të Bujanovcit. Kështu ka bërë të ditur drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike Naser Korça, i cili ka thënë se punimet do të zgjasin 3 ditë, ndërsa ndalimi i qarkullimit sipas tij ka qenë i domosdoshëm. Jo, rruga nuk është ndërprerë, ka rrugë alternative mjaft ku mund qytetarët me i përdor. Por sot dhe mbrana 2 ditëve të ardhshme janë të punu me të madhe në rrugën me 4 korsi në drejtim të Bujanovcit. Është duke u hjek shtresa e vjetër e asfaltit dhe faktikisht është një intensitet shumë i lartë i punimeve atë dhe nuk kishte me mujt me u punu nëse nuk të ndërprej kjo segment në tërësi. Prandaj mbrana këtyre 2-3 ditëve unë kërkoj mirë kuptim nga qytetarët, e di që kanë pak më vështirë të përdorin rrugët alternative, por fatkeqësisht duhet punohet dhe kjo duhet ndodhë. Korça më tej ka bërë të ditura afatet e parapara sipas planifikimeve për kryerjen e këtyre punimeve në këtë projekt, si dhe projekte tjera rrugore që janë duke u realizuar, për të cilat është shprehur i bindur se do të kryhen me kohë. Mbrana 3 ditë pritet heqja e asfaltit, shtresës asfaltit më shumë dhe do të aktivizohen 2 drejtime tjera të reja që janë punu tashmë atë dhe do të fillojnë infrastruktura përmes rrugës me 4 korsi, siç është shiritje Gjerbërt dhe infrastruktura tjetër. Ato do të punohen në ndërkohë, por që rruga do të lëshohet për qarkullim mbrana 3 ditëve të ardhshme. Gjatë vizitës në këtë lokacion, ekipi ynë ka mësuar se përpos heqjes së asfaltit do të punohet edhe në instalimin e pajisjeve të parapara për ujërat atmosferike, ndërkohë që afati i fundit për përfundimin e tërësishëm të punimeve, kur edhe do të bëhet inaugurimi i saj, është thënë të jetë muaji dhjetor. Po ashtu është bërë ditur se rruga do të jetë e bllokuar vetëm gjatë ditës, kurse gjatë orëve të mbrëmjes do të lirohet për qarkullim.